Atëherë nga një proces zgjedhor në tjetrin, që sa vite jenë KQZ dhe të regom a ke pas në herë ma shumë angazhim? Unë jam në KQZ që nga shtatori viti 2013 dhe që nga atëherë pa përfshirë proceset zgjedhore në ndonjë komunë të caktuar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka organizuar 4 procese zgjedhore lokale me nga 2 raunde secili, si dhe 6 procese zgjedhore për Kuvendin e Kosovës, duke llogaritur edhe procesin zgjedhor të 28 dhjetorit i cili sapo ka nisur. Nëse kemi pasur një situatë të tillë, jo, do thotë është hera parë që brenda një viti ka kaq shumë angazhim për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe në fakt përveç procedurave që dallojnë nga zgjedhjet e kaluara, pra nga këto lokale, të cilat duhet të nisin që nga fillimi, mund të themi se po duket sikur nuk kemi përfunduar akoma me zgjedhjet dhe është fakt ashtu dhe po vazhdojmë procesin zgjedhor pa ndërprerje. Për këtë vit tashmë po e di, mirë po a ka statistika se sa procese zgjedhore janë mbajtur gjithsej në Kosovë? Po sigurisht, historia e zgjedhjeve në Kosovën e Lirë ka filluar në vitin 2000 me organizimin e zgjedhjeve të para për kuvendet komunale dhe gjatë kësaj periudhe zgjedhore në bazë të dhënave që kemi si Komision Qendror i Zgjedhjeve, janë 10 procese zgjedhore për Kuvendin e Kosovës, pra këtu po llogariti edhe procesin e ri, i cili sapo ka nisur të përgatitet, 8 procese zgjedhore për kuvendet komunale dhe 6 për kryetarët të komunave. Zgjedhjet lokale për kryetarët të komunave dhe për kuvendet komunale, siç e dini, nga viti 2007 kanë filluar të organizohen në të njëjtën ditë. Pra, në nivel vendi, mund të themi se kemi 18 procese zgjedhore, 10 për Kuvendin e Kosovës dhe 8 të tjera për zgjedhje lokale. Por nëse në këto statistika, përveç zgjedhjeve në nivel vendi, përfshim edhe votimin në ndonjë komunë të caktuar, apo edhe rivotimet që kanë ndodhur gjatë këtyre viteve, numri i proceseve zgjedhore që janë organizuar në vendin tonë është rreth 50. Kjo nëse përkthehet në ditë zgjedhore, pra kur qytetarët kanë votuar qoftë në nivel vendi apo në ndonjë komunë të caktuar, kemi të bëjmë me rreth apo mbi 40 ditë zgjedhore. Çka është me rëndësi të sqarojmë që në kuadër të këtyre 40 ditëve zgjedhore, pra kemi procese zgjedhore që kanë të njëjtën ditë të votimit. Për shembull, në vitin 2007, 3 procese zgjedhore janë organizuar brenda një dite, kanë qenë zgjedhjet parlamentare dhe lokale për kryetarët komunave dhe për kuvendet komunale. Pra një punë e jashtëzakonshme që është bërë nga KQZ gjatë këtyre viteve. Tash me 28 dhjetor... Është dihet që deri në vitin 2008, KQZ ka qenë në regjimin e ndërkombëtar, ndërkaq nga viti 2008, në bazë të kushtetutës, është institucion i pavarur kushtetues i cili ka barën dhe përgjegjësinë vetë që ti organizojë dhe ti udhëheqë këto procese zgjedhore. Më 28 dhjetor do të votohet sërish, mirë, po zgjedhjet lokale nuk janë përmbyllur ende në kuptimin e certifikimit të tyre. E vërtet, do të thotë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka përmbyllur procesin e zgjedhjeve lokale. Deri më tani, pra aktualisht jemi në fazën përmbyllëse të certifikimit të rezultateve që kanë të bëjnë me raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetarët të komunave. Këto rezultate janë shpallur me datë 21 nëntor, ndërkaq sipas ligjit subjektet politike dhe kandidatët mund të paraqesin ankesa brenda 48 orëve, pra ky afat ka përfunduar të dielën pasdite dhe nëse nuk ka ankesa, ne sigurisht do të marrim konfirmim nga PZP dhe Gjykata Supreme dhe me këtë rast do të mund të procedojmë me certifikim të rezultateve. Deri më tani, si përmbledhje, KQZ ka certifikuar rezultate për kryetarët të 18 komunave, pra ku fituesi është zgjedhur në raundin e parë, dhe 37 rezultati për 37 kuvende komunale me përjashtim të Istogut, ku atje ende është një ankesë aktive. Ndërkaq, sa i përket zgjedhjeve për kuvendin e Kosovës, 28 dhjetorin, do të thotë aktualisht jemi në fazën fillestare të përgatitjes së këtij procesi zgjedhor dhe hapat e parë që ka bërë KQZ në këtë drejtim, apo vendimi i parë i cili është marrë, ka të bëjë me shkurtimin e afateve kohore për organizimin e këtyre zgjedhjeve, sepse ligji ja jep këtë të drejtë KQZ-s, pra kur jemi në rrethana të jashtëzakonshme, kur zgjedhjet janë të parakohshme, KQZ mund të shkurtojë afatet kohore.
të gjitha ditët që ka KSZ në dispozicion për të organizuar këtë proces zgjedhor nga momenti i shpalljes, pra nga dita e shpalljes deri më 27 dhjetor, pra një ditë para zgjedhjeve, janë gjithsej 37 ditë në dispozicion. Pra KSZ-ja do t'i përshtatet këtyre ditëve që ka për të organizuar këtë proces zgjedhor. Dhe vendimet tjera kanë të bëjnë me caktimin e afateve të aktiviteteve zgjedhore që kanë të bëjnë drejt për drejt me votuesit, subjektet politike dhe vëzhguesit. Përpos periudhës do të thoya ashtu më të shkurt kohore në organizimin e zgjedhjeve të parakoshme, cili është dallimi me zgjedhjet e rregullta sa i përket organizimit apo angazhimit të KQZ-s? Dallimi kryesor do të thotë është koha që ka në dispozicion KSZ për të përmbajtjen e zgjedhjeve. Sa për krahasim për mbajtjen e zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës, pra të cilat kanë qenë të rregullta të datës nën shkurt, KSZ kishte në dispozicion gjithsej rreth 180 ditë. Ndërkaq për zgjedhjet e parakoshme të 28 dhjetorit, kjo kohë për KSZ-n është 37 ditë. Në zgjedhjet e rregullta, shumica afateve të aktiviteteve zgjedhore janë të përcaktuara në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Ndërkaq në zgjedhjet e parakoshme ato duhet t'i përshtaten rrethanave në të cilat do të thotë jemi aktualisht dhe kështu ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë këtyre ditëve të para. Faleminderit, kthehemi konkretisht te zgjedhjet e 28 dhjetorit. Çka planifikohet këtë javë? KQZ i ka bërë disa njoftime në lidhje me afatet, apo më tregon se çysh janë afatet në lidhje me paraqitjen e koalicioneve? Po, kjo javë është, si themi, ndoshta më e ngjeshura në kuptimin e fillimit të aktiviteteve apo të afateve të aktiviteteve zgjedhore, sepse vetëm gjatë ditës së sotme 24 nëntor, 3 afate kanë filluar dhe këto ndërlidhen drejt për drejt me subjektet politike. Pra, duke filluar nga dita e sotme në bazë të vendimit të KSZ-s dhe deri më 30 nëntor, partitë politike që janë të regjistruara në Kosovë duhet ta njoftojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nëse në këto zgjedhje do të marrin pjesë përmes koalicion. Pra do të kërkojnë certifikim përmes koalicionit. Kur e marrin vesh se kush janë partitë dhe kush do të jenë kandidatët? Kjo do të thotë është afati sa i përket koalicioneve, të cilat partitë politike nëse duan t'i formojnë gjatë dhe të garojnë në këtë mënyrë gjatë këtij procesi zgjedhor. Ndërkaq për të ditur nëse kur do të kemi një listë të subjekteve politike, kjo ka të bëjë me vendimin tjetër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sipas të cilit ka caktuar afati që nga data 24 nëntor deri më 30 nëntor, subjektet politike të aplikojnë në KSZ për të certifikuar për pjesëmarrjen e zgjedhjeve. Pra, në fund të ditë të datës 30 nëntor, ne do të kemi një listë të subjekteve politike të cilat do ta dimë se do të jenë pjesë e këtij procesi zgjedhor. Ndërkaq, nga dita e sotme, po sipas vendimit të KSZ-s, nga dita e sotme dhe deri më datën 7 dhjetor 2025, subjektet politike, pra që kanë paraqitur aplikimin për certifikim, duhet të dorëzojnë listën me emrat e kandidatëve për deputet, të cilët me të cilët dëshirojnë të garojnë në këto zgjedhje. Sa është e mjaftueshme kjo kohë që të verifikohen, të bëhet verifikimi i kandidatëve nga KQZ-ja? Sigurisht do thotë se ne jemi në proces të parakoshëm zgjedhor dhe siç e përmendëm edhe në fillim, gjithçka bëhet në afate të shkurtra kohore, edhe në këtë proces zgjedhor, ngjashëm sikurse edhe në ato që janë me afate të rregullta, KSZ do të bëj verifikimin e kandidatëve që kërkojnë të certifikohen për të marrë pjesë në këtë proces zgjedhor. Ky është një detyrim ligjor dhe duke filluar nga momenti pra kur subjektet politike fillojnë të dorëzojnë listën me emrat e kandidatëve dhe aplikimi do të bëhet online, do thotë jo në mënyrën sikur se ka ndodhur para disa procese zgjedhore kur është dashur të dorëzohen dosje të tëra me lista, me formular të plotësuar, këtë kjo do të bëhet përmes platformës elektronike të KSZ-s. Pra, deri në momentin kur një subjekt politik dorëzon një listë të caktuar me emrat e kandidatëve, lista e atij subjekti politik do të shkojë për verifikim në institucione të ndryshme. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, respektivisht neni 30, aty specifikohen ndalesat pra se në cilat raste një person nuk mund të jetë kandidat për deputet. Dhe në këtë drejtim do të thotë një person nuk mund të jetë kandidat nëse ka funksion të veçantë në bazë të ligjit në fuqi për zyrtarët publik, është anëtar i shërbimit të jashtëm dhe përfaqësues diplomatik. Pastaj çka është më rëndësishme përmendet me anë të vendimit të gjykatës
apo përfshirë dhe vendimin e BZAP-it është hequr e drejta për qenë kandidat, dhe një nga tema që zakonisht debatohet apo diskutohet më shumë është rastet pra një person nuk mund të jetë kandidat nëse është i dënuar në 3 vjetët e fundit me vendim gjyqësor të formës së prerë për vepër penale me 1 ose më shumë vjet burgim efektiv. Pra kjo specifikohet në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme nenin 30. Dhe për të zbatuar këtë nen, pra të rind, KQZ dërgon shkresa apo kërkesa në institucione të ndryshme nga të cilat kërkon verifikimin e këtyre kandidatëve. Dhe një nga këto institucione do thotë është edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës, i cili bën verifikimin e personave, kandidatëve nëse janë në përputhje me pjesën e nenit që lexova, pra që nuk janë të dënuar në 3 vitet e fundit për vepër penale me 1 ose më shumë vjet burgim efektiv. Valmir, një pyetje e pashmangshme është numri votuesve krahas atij të banorëve. Si është mundur të jenë 2 milion votues dhe 1.6 milion banor? Është pyetje pothuajse e zakonshme edhe për çdo proces zgjedhor. Sot gjatë mbledhjes së KQZ-s shfaqëm apo prezantuam disa dhëna sa i përket listës preliminare të votuesve, pra është një listë ende e pacertifikuar, dhe numri i qytetarëve me të drejtë vote në këtë proces zgjedhor është pak a shumë i ngjashëm atë të zgjedhjeve lokale, pra mbi 2 milion, dhe për këtë situatë KQZ ka sqaruar edhe në të kaluarën që lista votuese dhe regjistrimi i popullsisë duhet të shikohen gjithmonë ndara, sepse kjo ka të bëjë me metodologjinë se si zhvillohet ky proces, se si përpilohen këto të dhëna. Në regjistrimin e popullsisë janë të përfshirë vetëm banorët rezident, pra ata të cilët kanë qenë duke jetuar në kohën kur është bërë regjistrimi, ndërkaq në listën e votuesve përfshihen shtetasit e Kosovës, të cilët që kanë të drejtë vote, jo vetëm ata që jetojnë në Kosovë, por që jetojnë edhe jashtë vendit, sepse sipas kushtetutës të drejtë vote kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës, të cilët arrin moshën 18, që kanë moshën 18 vjeç, qoftë edhe në ditën e zgjedhjeve.